Jemi në orën e 2 të programit për temën e ditës, siç ju tham, do të flasim për shitjen edhe për blerjen e pronës, po sigurisht edhe për konceptin e rivlerësimit, I cili është momenti të kemi akoma dhe më shumë njohuri, më shumë informacion dhe se si duhet të veprojmë. Bashkë me Elonën dhe Armelidën do të japim përgjigje për këtë, po e nis me Elonën për një përshkrim të përgjithshëm çfarë është rivlerësimi I pronës. Po, atëherë, është tema e momentit, më e nxehta e momentit, do të themi, edhe shumë pritur. Pasi ligji doli në vitin 2025, në fund të vitit 2025, dhe priti udhëzimi për të zbatuar procedurat dhe për të treguar kriteret dhe për llogaritjen e rivlerësimit dhe mënyrën se si do të aplikohet. Udhëzimi numër 5 I 2026 doli para në datë 23 dhe tashmë është bërë e aplikueshme dhe e aksesueshme procedura e rivlerësimit. Çfarë është rivlerësimi? Rivlerësimi është një amnisti fiskale, do të themi, e përkohshme. Pra, për një periudhë të caktuar, shteti nuk të taton më transaksionin me 15%, siç është ligji I përhershëm dhe më I zakonshëm, por të taton 5%. Dhe këtë e drejta lind në momenti që ti ke një pasuri të paluajshme me certifikat pronësie, pra të regjistruar pranë ASHK-s. Jo për çfarë do lloj prone. Unë kam një apartament në zonën e qendrës së Tiranës. Dhe e kam blerë këtë apartament para 3 vitesh. Tani unë mund të bëj rivlerësim? Po, nëse e favorshme është për ata persona dhe për ata qytetarë të cilët kanë blerë një pronë me një çmim X dhe diferenca e shitjes e sotshmja dhe vlera e tij ditën e sotshme është e madhe, diferenca e blerjes dhe e shitjes. Dhe aty është favori. Do më thënë që mos ngarkohesh me pagesën e tatimit mbi të ardhurar 15%, mund ta bësh rivlerësimin me 5%. Momentin që unë bëj shitje. Por gjithmonë nëse ke në plan për ta shitur, sot apo për një 5 vjeçar apo për një 10 vjeçar. Do më thënë kjo planifikohet. Nuk dihet për sa kohë do zgjas ky rivlerësimi, po dihet përcaktuar dhe në ligj dhe në udhëzim deri në 31 dhjetor, deri në 31 dhjetor 2026 dhe procedurat administrative do vazhdojnë për të mbyllur të gjitha praktikat deri në mars të 2027. Është një amnisti fiskale e përkohshme që bëhet për të formalizuar tregun e pasurive të paluajshme dhe për të ndihmuar dhe për të shtuar transaksionet dhe normalisht ka dhe një të ardhura të shtesë në buxhetin e shtetit. Për ta shpjeguar pak edhe për atë që është qytetari I thjesht që ka pronën, vetëm nëse ka ndërmend ta shes këtë pronë duhet ta bëj rivlerësimin? Atëherë, përshëndetje ditë mbarë edhe një herë. E para, unë dua të jem sa më I qartë për publikun që na ndjek. Çfarë është rivlerësimi që I bët dhe avokate Elonës pyetjen? Rivlerësimi është përfitimi I tatim fitimit nga 15% nëse kryen një transaksion shitblerje, ti e përfiton tani me shumën 5% tatim fitimi. Pyetja që ju I bët avokatës në lidhje me një apartament, rasti konkret, që ti jem shumë e qartë me publikun ndaj po e ka pyetjen e fillimit. Nëse ai ka blerë para 3 vjetëve, ai nuk është vetëm që përfiton nga tatimi 15 me 5%, por në referencat e reja të 2023-shit, korrik 2023, sidomos Tirana, janë vënë referencat e metrit katror për gjithë zonat e Tiranës, zonat kadastrale. Gjë që do të thotë, ai mund ta ketë përfituar para 3 vjetëve, 5 vjetëve, 10 vjetëve, dhe varet se ai ka vendosur transaksionin e shitblerjes që ai ka përfituar këtë pronë në zyrat e ASHK-s vendore përkatëse. Dhe tani ku bazohet ky rivlerësimi 5%? Nuk bazohet vetëm ke vlera e shtuar e pronës që ai do ta shesi, sepse dihet që Tirana dhe Bagdeti ka rritje të larta në transaksionet e shitblerjeve, por ai përfiton edhe nga tatim fitimi nga 15% dhe rivlerësohet sipas ASHK-s vendore ose një ekspert të licencuar nëpërmjet referencës të re të korrikut të 2023-shit. Nuk është thjesht diferenca që po ai tani domethënë nga kaluar nga referencë vjetër, referencë re për qytetin e Tiranës. 8% të zonave kadastrale. Patjetër. Dhe mendoj që çdo qytetari domethënë duhet të përfitojë këtë rivlerësim sepse pak nga eksperienca ime shumë vjeçare, domethënë tatim fitimi, amnistia fiskale, ka qenë në 2011 ka qenë 1%, sepse ky është I katërt rivlerësim që jepet kjo ndihmë për të menjanuar tatimin e lartë, pastaj ka qenë 2%, pastaj ka qenë në 2022 3% dhe ky është tatimi 5%. Që unë kam thënë në disa media të tjera televizive, që për mendimin tim personal duhet ishte trajtuar ndryshe para se të firmosej
si ligj ky rivlerësimi, në çfarë aspekti? Që nuk duhet ishte prap tatimi kaq i lartë 5%, por duhet ngelte ke 3%. Jo që sepse është anë financiare çdo qytetari, çdo individi, sepse ai do aplikojë pranë ASHK-s vendore, ai do paguaj sipas tarifave administrative rivlerësimin, marrjen e kartelës pasurisë të rivlerësuar, hartën treguese, këto janë gjitha nga buxheti personal i një qytetari. 5% nuk duhet ekzistojë për mua, tash u miratua është 5%, duhet ishte prap maksimumi 3%. Pika tjetër kryesore që unë duhet ta shpreh, domethënë, është që apartamentet e privatizuara para viteve 1990, ato apartamente që janë privatizuar nga enti banesave ose nga ndërmarrja komunale banesa, aq më tepër që janë dhe apartamente jo për fitim, jo për investim, jo si vlera të shtuara që një qytetar do të bëjë një transaksion shitblerje, duhet ishte me 0 tatim. Sepse është shtëpia e parë, duhet të ishte 0 tatim. Por nuk është, dhe ato tatohen prap ke 5%. Dhe çdo qytetar, si ta ketë, si mos ta ketë interesin e transaksionit të shitblerjeve, unë mendoj që ai duhet ta aplikojë për ta bërë rivlerësimin. Sepse është vlerë shtuar kapitali që nesër ai nëse mendon ta dhuroj ose ta shesi, ai e përfiton këtë tatimi. Jo se nuk do ketë. Dhe dhurimet kalohet me këtë përqindjen e tatimit? Po, dhe në rast përveç rastit kur përjashtohet që janë në familjen e ngushtë, dhurimi brenda familjes së ngushtë, që trungut familjar, që është nën, baba, fëmijë, grua dhe fëmijë, që nuk katohen asnjëherë, as 15%. Si dhurimi parë brenda kësaj familje apo jo apo në çdo rast? Jo, ka qenë më para se është pikë decisive për ta kapur dhe bëri shumë mirë avokatja që e kapi, sepse kjo ka qenë deri në 2023-ën, nëse unë kisha 3 fëmijë, për shkakun që fëmia parë ishte falas, ke tjerat po. Tani nga 2023 këtej janë të gjitha free, domethënë pa tatim, motë, vlla, trungu familjar. Trungu familjar nuk ka ose ke 10 pasuri, ti domethënë të 10-at i transkripton me anë të kontratës të dhurimit. Elona, çfarë doje të thoje më fal të rivlerësimit? Po, të rivlerësimit do të thoja, për sa i përket banesave që janë marrë me privatizim e ligjin e 92-shit, si udhëzimi origjinal i tatimit mbi të ardhurave i 2023 dhe si udhëzimi që ka dalë tani për rivlerësim, më në fund konfirmon mundësinë e uljes vlerës së referencës për këtë lloj banesash. Domethënë është rikonfirmim. Domethënë të gjithë qytetarët që kanë një banesë të marrë me privatizim në 92-shin mund të kërkojnë, nëse shesin me çmim referenca gjithmonë, flasim, mund të kërkojnë uljen me 50% të vlerës të referencës për metër katror dhe kështurrjedhimisht bie edhe ulje e tatimit 15% apo në rast të rivlerësimit të 5%. Domethënë përfiton një ulje më të lartë. Dhe gjithashtu për të gjitha llojet e banesave të tjera, parashikohet një normë amortizimi 1% për çdo vit ndërtimi. Kështu që nga vlerë e referencës flasim gjithmonë, sepse kur flasim me vlerë tregu, ndryshon e gjitha, pasi jemi mbi vlerën e referencës dhe nuk zbatohet norma e amortizimit fiskal. Është prapë një amortizim tjetër dhe facilitet i parashikuar nga legjislatori. Dhe në këtë fletoren zyrtare që është miratuar ky ligj i rivlerësimit 5% për 2026 dhe në 31 dhjetor të 2026-s, është një pikë tjetër që duhet ta nxjerrim qytetarin që nga amortizimi 1% për çdo vit deri në 8 vjet deri në 30% të referencës që është ulje e tatim fitimit, tani në këtë ligjit parë, domethënë nuk ishte qenë më përpara, përfitojnë edhe apartamentet e viteve të mas 90-s, edhe apartamentet e reja për një vit, për 1% të çdo vit ndërtimi. Domethënë, nëse është bërë një ndërtimi pallati i ri në 2006 për shembull, ai përfiton dhe këtë 30% zbritje nga rivlerësimi i tatim fitimit 5%. Nuk janë vetëm apartamentet që kanë qenë para viteve 90, që përfitonin 30%, por në këtë ligj është futur për rivlerësimin edhe apartamentet e reja që në bazë të vitësisë të pallatit i ulet 1% që çdo vit. Për ta certifikuar është një udhëzim i vjetër, i 2023-shit, mund të themi, por nuk ka qenë i aplikueshëm, pasi ka qenë e vështirë llogaritja që duhet të bëhej nga administrata, nga ASHK-ja dhe normalisht nëse nuk kërkohej nga vetë personi në momentin e transaksionit financiar, në momentin e kontratës të shitblerjes, nuk aplikohej. Domethënë është gjithmonë e nevojshme një informacion dhe një edukim juridik primar, duhet të themi, se pa
ditur në çfarë të drejtash ke dhe nuk mund të as të kërkosh as të përdor. E vëreni që nuk është se ka informacion kaq të detajuar për t'ju referuar udhëzimeve kjo normës e sipas amortizimit, viteve. për shembull, ka qenë komplet e paditur, me sa kam vënë re në Dhe ky informacion merret nga ekspertët e duhur, sepse mund të shkosh ke një i licencuar. Kjo është, domethënë, mos të tregojmë pak egoist paktën për backgroundin tim profesional dhe të Elonës, po janë ekspertë duhur që të këshillojnë që ti si të përfitosh dhe ti jesh brenda rregullave ligjore për Kush të janë përfituar. të duhurit, pra në Të duhurit janë eksperienca e punës, stadi nga tagri nga kush vjen. Sepse për mua personalisht, që unë jam sot administrator i një kompanie real estate, jo vetëm investitore dhe ekspert e kësaj fushë, për 28 vjetësh, për mua më lodh fakti që me një 10 ditorësh ti mund të marrësh licencën e ndërmjetësimit pasurisë palujtshme. E ka prishur tregun kjo? Kjo e ka prishur jashtë masë tregun, sepse me 10 ditore ti nuk merr dot një eksperiencë kaq vite të tëra sa mund ta ketë Elona si avokate ose unë si ekspert e pasurisë palujshme, çdo eksperiencë vitesh. pra një matës për qytetarit dhe ishte kjo. E kam nxjerr disa herë sepse janë hapë dhe po hapen shumë agjenci që unë i uroj të gjithë shumë suksese, sepse është profesion i duhur, sepse për mua është boshti kryesor i të ardhurave të gjithë globit, jo vetëm tonat si Shqipëri dhe Ballkanet dhe Evropë. Por të jenë ekspertët e duhur, ato që këshillojnë një qytetar, si për transakcion, si për një konsulencë juridike. Marrim parasysh që shqiptarët janë shumë të dhënë pas pronës private, 70% e pasorisë të një janë të bërë lëmsh, do thoja unë, sepse kanë qenë të ndryshime. Disi për më falë që marrë për Elona. Unë kam dhe një pikë tjetër, jo vetëm ke rivlerësimi që është që me zgjidhje njerëzit e kanë pritur dhe kanë bërë kontrata për premtim shitje që të më thënë sepse ishte në shtator, ishte në tetor, edhe u miratua tani, e kanë prit ka gjatë. Po jo vetëm kjo, po ndodhet në vlerën e shtuar të pronës, në informacionin që ato japin, aq më tepër investitorët e huaj që kemi shumë nga 2022 e 2026, portofolin e madh të blerësve kemi investimet e huaja, që nuk japin informacionin e duhur këto agentësh që nuk kanë eksperiencën e duhur. Dhe çfarë më ndodh mua personalisht si Armelit, më ndodh që mua më marrin 2 orë gjys kohë, sepse gjejnë një opsion të favorshëm, vinë ke zyrat tona dhe unë duhet t'i shpjegoj se si bëhet transaksioni i regjistrimit pranë ASHK-s vendore. Sepse nuk e kanë marrë gati për shembull nga një kolegu im. Po kanë ose disinformimi i tregut që ta dhe Melinda që do ketë rënje të çmimesh. Edhe kjo të step. Dhe gjithë njerëzit kujtojnë se do ketë Tirana dhe Begdeti, absolutisht jo. Gjithsesi rivlerësimi ka bërë punën e vet në zhbllokimin dhe psikologjik në aksesin dhe në shitblerjen e pronave dhe një zhbllokim juridik dhe fiskal që u realizua në të jetën kohë. Sepse informalitetin dhe tregon pronën e reale se sa është. Domethënë gjatë gjithë vitit 2026 ke kohë të bësh rivlerësimin e pronës. Forma lloj pronës? Po, të gjitha pronat. Dhe të gjithë përveçse edhe këtë dua ta kap si pikë, është një pikë shumë delikate që unë nuk e mendoja kurrësi që nuk do futeshin dhe ato që janë në proces legalizimi. Çfarë do thotë kjo? Ato kanë mbi 12 vjet që presin legalizimin e një prone që është ndërtimi pa leje dhe kanë aplikuar pranë ASHK-ve vendore, po momentalisht nuk e kanë marrë regjistrimin e pasurisë palujshme. Ato me anë të aplikimit që kishin bërë, duhet ta kishin përfituar rivlerësimin e të atim fitimit për 5%, dhe të ishë shënuar aty në kartelën e pasurisë në një regjistër provizor që e ka çdo ASHK vendore, dhe të shënoj në qoftë se do pajisje me certifikat pronësie qytetari me emër me mbi emër, e ka rivlerësuar këtë pronë, sepse ato paguajnë dritat, ato paguajnë ujin, ato janë banorët asajt, po presin ASHK-t vendore që ti pajisin me certifikat. Pse mos të merrnin dhe ato rivlerësimin ta përfitonin për këtë vitin 2026? Jashtë përfshirjes ka ngelur si pronat që janë në proces legalizimi, që neve kemi insistuar që të futeshin në këtë ligj, por nuk u mor parasysh, dhe si pronat e marra me kontratë porosie të cilat janë të regjistruara pranë ASHK-s. Si është kontrata porosie? Kontratë porosie, një pronë e bler me kontratë porosie dhe akoma nuk ka dalë certifikata e pronësisë pasi nuk ka mbaruar procesi ndërtimit. Apo pronë e marr me kontratë clearingu. Po që në këtë drejta reale është e përfituar dhe pse mos përfitojë dhe këtë të drejtë që vjen si aksesore të drejtës reale fillestare apo e ka fituar një të drejtë përdorimi dhe mundet të jetë. Duke patur këto mangësira, nuk është më mirë që të shmanget blerja me kontratë porosie? Jo, po nuk shmanget dot.
Nuk shmangët. Nuk shmangët do, sepse është bënda ligji që me këtë transportësie, po nuk është thjesht për rastet që ato janë bënda lejes të zhvillimit 2 vjeçar ose 3 vjeçar që e merr një firmë ndërtimi për të bërë një pallat, për shembull. Po ka dhe nga ato ndërtues. Si që themi ne ka blerë në themel. Po, e ka blerë në themel, po ka dhe nga ato ndërtues që ligjet kanë qenë pak të gabuara, që i jepshin leje ndërtimi për shembull ta mbaronte ai në 2005, sot ai akoma nuk ka marrë certifikatin e përgjithshëm. Në një kohë që ti si banori jeton aty, ke vite të tëra që paguan taksat vendore tira me radhë dhe ti nuk duhet ta përfitosh tash këtë rivlerësim se për fat të ndërtuesit që ty të akoma nuk e ka në një farë mënyrë. E mban peng dhe nuk e ka hipotekuar akoma objektin, sepse hipotekohet objekti dhe pastaj ndahen degët e kur ka një risk të tillë, një rrezik të tillë, sado ti bie që je pa jo pronari pronës. Tu duhet ishin aktet në ligjore që legalizimi ato njerëz që kanë aplikuar për legalizimin e pronësisë një dhe ato që janë me kontrata si përmarrje dhe porosie, e kupton duhet të kishin përfituar një nga rivlerësimin e faktorët kryesorë kësaj ka qenë edhe megjithatë do ndodhin prapë rivlerësime se në të ardhmen siç e ka dhe bota do vazhdojnë rivlerësimet edhe nëse nuk i përfitojnë në këtë moment. Elona, për ta mbyllur? E rëndësishme për qytetarin dhe në këtë lloj rastesh është që të marrë parasysh dhe të bëjë një kërkim të mirëfillt për investitorin me të cilin po lidh kontratë. Sipërmarrësin, serioziteti i sipërmarrësit është thelbësor. Gjë që kontrollohet shumë lehtë, si nga vetë qytetari, po dhe mendim dhe të një eksperti që gjithmonë të fushës së pronave, nuk ka rëndësi është agent imobiliar apo është avokat apo jurist apo noter, një informacion i përgjithshëm mund ta marrë dhe vetë, edhe kjo quhet një due diligence, një kontroll i mirëfillt i para kontratës, për t'i parandaluar çfarë do lloj konflikti në të ardhmen. Sepse është shumë e kollajt ajo firma që jepet në një moment e noteri, por ajo firmë të mban lidhur me një kontratë shumë vjeçare. Je i lidhur dhe i varur në qoftë të saq më tepër e lidh kontratën dhe shumën e blerjes e ke marrë në formë kredie, je i lidhur dhe me bankën, ti mund të gjendesh, kam shumë klient, të gjendur para faktit që nuk kanë marrë as pronën, pasi jemi në rastin që nuk kanë mbaruar ndërtimi dhe nuk është dorëzuar dhe prona as fizikisht, jo më me dokumenta apo me certifikata pronësie e mbuluar, por në të njëjtën kohë është duke paguar dhe një kredi. Domethënë apo dhe një qira, ka tregtisht dhe kjo është problematika e kontrollit para prak që nuk është bërë. A është marrë kjo kompani me të cilën ti po lidh kontratë, a ka marrë lejen e ndërtimit, duhet ta shohësh. Po a ka një projekt arkitektonik, a përputhen metrat katror të asaj që po firmos në kontratë me lejen e miratuar të ndërtimit. Po nuk janë thjesht gjithë si pika, janë edhe historia, domethënë çfarë ndërtime, çfarë korreksie profesionale ai ka pas. Historiku që shumë mirë mund të shifet ndërtimit në mund të shifet kontratën, po e firmose, afati kohor pak a shumë lihet vetëm afatet janë afati kontratës, po themi. Po ajo në moment që ti ke marrë përsipër pagesën në kontratë dhe nuk ke arsye dhe arsyet nuk ke një klauzol për shembull për një afat të caktuar. Ti po them marrëdhënien. Por nëse nuk realizohet një nga pikat thelbësore të kontratës, dhe pse ti ke para që do vesh në gjykat, do rish vite të tëra në gjykat. Domethënë ka shumë kontrata që mungojnë dhe klauzolat, për shumë një klauzol ndihmë që unë nuk jap të shill sot. Është firma serioze e ndërtimit, është ajo firmë që në bazë të afatit të lejes së ndërtimit duhet këtë mbaruar në rregullsinë sipas planit urbanistik që është miratuar zbardhja e lezë ndërtimit, gjitha pikat dhe të pajisur me certifikat përgjithësie që të japë pastaj qytetarit. Qytetari pa marrë certifikatën e përgjithësisë akoma nuk është pronar. Këtë duhet ta dimë. Kontrata e sipërmarrjes, kontrata e porosisë nuk do të thotë që ti je pronar i pasurisë pa lujshme të atit apartamenti, njësie ose objekti ose hoteli që ti ke blerë. Dhe nuk e shfrytëzon dot, janë gjithë të ngërçet pastaj që nga rivlerësimi që neve jemi sot duke folur, që nuk i përfiton dot. Që nga marrja e një kredisi do ta vendosësh po kolateral. Pa certifikat punësie, gjithë bankat nuk t'i japin kredi. Dhe këto janë gjithë domethënie dhe janë decizive për të analizuar në një ekspert të duhur se si mund të përfitosh një vlerë të shtuar të pronës tënde, ose si mund ta përfitosh edhe në mënyrën e tregut real. Të bëjmë një shkëputje vetëm të vogël publicitare, sapo të kthehemi, kemi hyrë pra rrjedhimisht tek pikat që duhet kemi parasysh te blerja e pronës, por gjithashtu edhe tek shitja, e vijojmë pas pak.